Në fund të ditës, ju betejën nuk e keni me zotin Rama, ju betejën e keni me qytetarët. Dhe kjo pastaj do të përkthehet nga ajo foltorja në një protestë të madhe që nesër t'ju mbështesin, se po shohim tjetër gjë thuhet dhe tjetër gjë pasyrohet në protestat që ju ndërmerrni. Duke qenë se ne fokusin e kemi 100% ke denoncimi i të gjitha aferave korruptive dhe sigurisht ke denoncimi i modelit që Edi Rama ka instaluar sot në qeverisje, pa diskutim, unë çdo minutazh mediatik që kam, dua ta vë në dispozicion të kësaj çështjeje, për shkak edhe të një arsye tjetër. Duke ju komplimentuar për qëndrimin tuaj si media, duhet kuptoni që Partia Demokratike sot haset me një censur pothuaj totale nga mediat, kryesisht mediat kombëtare të vendit dhe mediat e tjera të shkruara apo vizive. Dhe them këtë, unë e konsideroj luks shumë të madh për një zyrtar të Partisë Demokratike apo për një opozitar që kur i jepet një minutazh në një media kaq të rëndësishme sa është News 24, ta shpenzoj kohën dhe minutazhin për arsye dytësore apo tretësore që nuk prekin drejt për drejt interesin e qytetarit që na ndjen. Kemi kohë, Kështu që thën këtë, pa diskutim unë dua të respektoj minutazhin e nderuar dhe audiencën e nderuar që pa diskutim kërkon të di sa më shumë në raport me shkeljet abuzive e Edi Ramës dhe Belinda Ballukut. Dakor, do flasim për këtë, po më lejo të bëj një pyetje zonjë Zyri. Ka një mungesë kritike në thonjza brenda Partisë Demokratike? Shikon, zoti Klliçi foli dhe absolutisht jemi dakord të gjithë, jemi koshient të gjithë, e kemi parë, kemi ndjekur për denoncimet që ka bërë më herët edhe për zotin Veliaj, po edhe për këtë majorancë Partinë Socialiste, abuzimet që janë bërë në kurriz të qytetarëve. Po ka një mungesë të theksuar të kritikës brenda kësaj force politike, çka mund të përkthehej pasaj në një përmirësim të saj dhe të raporteve brenda saj? Jo, mendoj që ka një, tani në këto momente që flasim, përpara, nëse do të diskutonim përpara kësaj lëvizjes që folëm, ka pasur një mungesë të analizës brendshme post zgjedhore. Dhe tani që flasim e shikoj dhe të paktën nga sa e kam analizuar edhe në studio, edhe nga çfarë kam parë nga eksponentë të ndryshëm të Partisë Demokratike, ka një polarizim gjykoj të brendshëm dhe kjo lëvizje për cilën e flasim me zoti Saliani ka çuar në një lloj nxitje të fuellit, pra të asaj energjisë së brendshme dhe kjo patjetër ka çuar edhe tek nxitja e konkurrencës dhe tek nxitja e kriticizmit brendshëm dhe tek ai po themi shkëndija e cila i nxit në një farë mënyrë të gjithë të bëjnë më shumë sepse këtu jemi në konkurrencë të lirë dhe në një moment të caktuar ndoshta deri në 2027 do ketë ndoshta edhe një riformatim të Partisë Demokratike dhe prandaj themi që këto shkëndijat i bëjnë mirë partisë, atë që përmendi dhe zoti Klliçi, zoti Braçe, i cili është i ndër të vetmit zëra opozitar që është përshëndetur sepse është i vetmi që bën një lloj autokritike të brendshme të partisë, gjë që askush tjetër brenda Partisë Socialiste nuk e ka vullnetin, dëshirën. Braçe përpos edhe zotit Rama do funksionon të kjo në Partinë Demokratike? Unë gjykoj që kjo është merit jo vetëm e zotit Braçe, patjetër që edhe e zotit Rama, por unë mendoj që është mekanizmi i zotit Braçe se si ka funksionuar ai si politikan që në krye të herës ndër vite. Ndërsa modelet e tjera kanë qenë të njësuar, qoftë me ideologjinë, qoftë me bindjen, qoftë me mënyrën se si funksionon së brendshme Partia Socialiste dhe sot kemi një parti totalisht të unifikuar brenda Partisë Socialiste. Askush nuk ngre zërin për të thënë qoftë edhe një mendim ndryshe, nuk po themi për ta kritikuar edhe për të dalë, por kjo gjë ka funksionuar fatkeqësisht edhe brenda Partisë Demokratike. Ka patur një lloj unifikimi dhe polarizimi i madh që ndodhi çoi në krizë të brendshme Partinë Demokratike, jo në unifikim dhe respektim të zërave të brendshëm dhe ne e parëm pastaj se çfarë prodhoi kjo në 11 maj. Sot ajo që do vlerësoja unë është që ky lloj polarizimi që po ndodh mos çojë më në përçarjen e njëjtë, se pastaj kjo do të ishte totalisht e pashpresë pastaj për të patur rezultat mirë qoftë në 2027 apo pastaj në 2029. Por ky ndoshta lëvizja e nxitur së brendshme të çojë në përmirësimin e vet performancës partisë, por edhe të rritjes elektoratit, se ne kemi parë që foltorja nuk ka mbledhur aq njerëz, pavarësisht se nuk është perifrazuar si protestë, por nuk ka frymzuar dhe nuk ka mbledhur aq njerëz sa ç'është pritur.
Dhe ne kemi qenë dhe në studio dhe ka pas dhe një lloj pezmatimi edhe nga vetë anëtarët e Partisë Demokratike për këtë gjë. Kështu që mendoj që energjitë, dhe ka të drejtë zoti Kliçi këtu, që energjitë nuk duhen fokusuar vetëm tek individët që duan sjellin mendim ndryshe, frymë ndryshe, organizim ndryshe, por tek rritja e vetë partisë në linjën e zgjerimit të elektoratit dhe thithjes e elektoratit gri. Zoti Kliçi, Berisha me foltore, Adriatik Lapaj